me Partinë Demokratike të Kosovës për 60 ditë radhazi. Jemi këtu për t'i kërkuar deputetit Albin Kurtit, njëherët kryetari i televizjes Vetëvendosje. Përshëndetje miqdashur nga diaspora flet në krye me Dangelin, shkojnë në vitën e radhës, Ganimete Musliu Gango. Miq, a pesheni ka fol, qysh e qunë Albin Kurtin, thot deputeti, dhe më thonë mengjis ka prit, por mos më thonë më kryeministër, deputeti Albin Kurti. Oj zoj, nuk është ky deputet, ky është kryeministër në detyrë, deri sot formohet qeveria. Alburin Haxhia është presidente, ushtruese e detyrës, deri sot zgjedh presidentja. Oj, Gango, e ki kot, oj e pa bes, e ki kot me dezinformu, e ki kot me shpif, e ki kot me qitë pralla. Që s'besa kërgësh. Qaq poshtë keni ullë vetën, qaq poshtë keni ra, sa që kur po dilin televizor për bes, fëmija po ikën për televizorë si për dreqi. Logariti ku keni arrit. Po mbi gjitha miq, shkojmë të ndëgjojmë i lutëm të këshirën që apo thot. Që të reflektoj, të kthehet në kuvendin e Republikës Kosovës, të konstituoj institucionet e vendit për shkak ka marrë mandatin dhe besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, mos ta keq përdor këtë besim. Oj Gango, po ai po je thirr more, po je bën ftesë. Sa ju ka qenë ftesë? E keni refuzu. A është kështu ajo? Atëherë ku është problemi, Allah? Pse s'po i thu popullit që ne kemi faj, ne s'po dojna. Sepse s'po na jep ambasada, s'po na jep terminale, s'po na jep ambasador, s'po na jep pare, s'po na jep komuna. Këta thujë gazetarëve. Së në këtu për isha, ka të marrin pyetje veç gazetarët e Klan Kosovës, Klan Serbia. Shto që, kur të folë realitetin. Albin Kurti për thirr të gjithve, edhe RDK-n, edhe PDK-n, edhe AK-n, ju për refuzoni. Çka po doni aty të dera amoni e koftë? Po doni me ru mos pëftofet Albini? Mos pëftofet Albinit mushnit. Ka kush e run. Mos u më rakosni për atë punë. Shkojnë amiq? Albin Kurti ka kapur qeverin, presidencën, kuvendin, e mbi gjitha e ka kap edhe grupe parlamentar, televizjes e Vetëvendosjes, deputetet e saj, të cilët nuk kanë guxim për të ardhur në sallën e kuvendit për konstituimin e institucioneve. Albin baba, ta një fshat mirë, po i forë ke konë mëre, se pas na ditë pasha zoti. I pas ka kap kretë. E kom fjallin politikisht, jo... që nuk e di që më në ganja. Po në po mendoj politikisht. Edhe kryeministër, edhe presidenten, edhe kryetarin e parlamentit, edhe deputetet e LVV-s, edhe i ka kap kretë, gjithi pas ka kap. Në më thonë, kretë ka kanë mas Albin Kurtit. Atëherë çka po donë ti president, aty në parlament pra? Çka po donë? S'po të kuptoj, tregoj e popullit, çka po donë? Hajde shkojnë amiq? Jemi të sot për 60 ditë radhazi dhe nuk do të ndalemi deri në arritjen ose realizimin e kërkesës sonë për kërkuar një gjë vetme, kthimin e kushtetueshmërisë Kosovë, ligjshmërisë dhe legitimitetit të shtetit. Kosova ka nevojë sot më shumë se kur që të ketë institucione funksionale, institucione kredibile. Oj Gango, ti a jenë tokë bukës, as jenë tokë bukës. Ape kupton, ape nin, ape shef televizorin ti, çka është ka bon Albin Kurti me televizor veriore, çka është ka nxan. Shteti po funksionon perfekt. Me lëvizjen e Vetëvendosje, shteti ka funksional gjithmonë. Jo jeni ata që keni pas probleme.
Ju jeni ata që i keni toleru këto masakra, këta armatim. Ju jeni ata që s'javë ka një fare për me televizën veriore. Ta e keni pranu edhe një emision televiziv vetë, Kanal 10. Mani përse turp, mani përse marë me dalë me këni për televizori, mani përse s'ban. Mani përse mani e kopë se s'ban, ma. Jo, gango, jo. A ke hangër që shia t'alo, jo. Shkona me që? Njerëz të përgjithshëm që i drejtojnë ato. Prandaj Partia Demokratike vazhdon të qëndroj me bindjet e saj që sot e çdo ditë do të jetë këtu deri në konstituimin e organeve drejtuese të shtetit. A monit kë organe, veç krum kalzon 5 ora dhe 1 ora kime lajt. Po rëzikoj po vijë dhone. Po të bëjë që është një qëtë. Ty e gjitha tyne, këse, kush është tjetër, kush është tjetër veç akëja. Ku keni letë kënë? Ku keni bëjlerin? Ku keni avellim? A ju i pas ka ditë ma shumë ti? Ju i për edhe ma shumë ti? Apo? Shkona me shkona. Hapi parë që duhet bëhet pas betimit të deputetëve është konstituimi i kuvendit, pastaj vijnë procedura tjera për funksionalizimin e shtetit. Oj rance, oj dallavergjike, oj mashtruse. Po para këty në zgjedhjes ka thëshet, mas pari presidenti. A thëshet. Tani, kryeministri, parlamentare. E tash të kundërtën. Pse Albin Kurti po tonë presidentin, tash ju të kundërtën. A peshen e për kushin e bre, hej. Ju jeni veç me jabot qefin Serbis. Jo poplet edhe votuzet tuj. Veç me jabot qefin Serbis. Për besmo. Jeni bot turpi i botës. Bono i binde të bindur gane që sarë dilin televizorët mija mi ikon si për dreqe. Si për juve, si për jakës, si për lezekës. Ku, që dullim ta, që dullim ashtrusit, që dullim hajna, që dullim zërpust. Se ja ku të regu gjitha. Ikën për juve si për dreqe. Mani bre. Orë koha më pastru. Orë koha me qitat atë kest për juve. Orë koha me nëzira dreqin që i keni mrena. E mësh në jetën me mëlsina, me jetë reale, me të mira. E jo më të qia. E jo kush e mone kush e ti. Shkojna miq? Sot vjen mirë dhe i falenderoj shumë edhe deputetet e Aleancës për Armërinë e Kosovës, cilët janë me neve këtu dhe ftoj. Këtu po dihet miq, kush ka vjedh ma shumë ti? Këtu po dihet. Sulmi, mbrojtje mirë. Amo gane, amo kë. Rap. Në komu, tak, s'komu. Ta veç rap. Në ka terminale doganore. Në ka ambasadore. E shumë tjerë. Shkona miq. Lëvizjen vetëvendosje, të reflektoj, kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, tjetë në kuvend aty ku e ka vendin, të konstituoj institucionet, ta kthej ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë në vend dhe të vazhdojmë përpara me trajtimin e çështjeve edhe problemeve të shumta që i ka qytetari i Republikës Kosovës dhe Kosovës. Ku ke gale 20 vjetë për qytetarin? Amonit koft. Ku ket ju 20 vjetë që s'ja ka një për qytetarin? Ku? Gane, para 20 vjetë a ka pas fëmijë i gane. Para 20 vjetë e gane a ka pas nana Leona. Ja neshe dhe nuk e din se nuk i thmi, se e martune. Se di qa me kone non Leona.
A më e din çka janë. Pse s'ke mënu me qitë pare? Me thonë, hej, ka dalë se, pse si dalë para parlamentit, me thonë, hej, ka dalë se, këtu ka thmi, këtë Kosovë, këtu ka nona Lehona, a këtu ka nevojë për pare. Pse si e dalë amonit koftë? Tërgojë votuesve tu, jo të mive, tonëve, ne i dim. Diaspora flet i din gjitha. Por çdo ditë veç arkiva, e një gjonë. Ne i dim gjitha. Po ti, votuesve t'ju i tërgoja. Pse si një dalë para parlamenti? Apo pse si një dalë para parlamenti kur dha çakorri? Pse ju 184 ditë nuk e zgjidh presidentin në kohën e ju? 184 ditë e keni majtë mshel parlamentin. Kër lëviza vendosë të thërke për Saonës, ku ishë tjë? Ti po ki ftyrë. Po ti s'ki ftyrë, s'o gale, sa për ty ftyrën e ki si gumë traktore. E kom fjallët madhe, qaqë, jo për diçka tjetër. Që sa nin ki vend madhe. Me thonë dikush po rrenë, si me thonë i e bukurosh. Me thonë dikush, qka të thot, ti e pranën, se i e pajtu me ato. Shkojna mi që lutëm, gane edhe në ere, personale, s'kom kur gjë absurdikisht, por gjithë mund po foli politikisht, për politik, për kritika, tuat, edhe të mija ndajteje. Kështu që personale mos e mërë se sa në shqipen pasa me ty. Sova në përgjithësi. Nga ajo çfarë është gjetur dhe nga ajo që mund të E ngota është gane, se çka po bëhet, çish po funksionon shteti tashmë, që po dhuti s'ka shtet, s'ka qeveri, s'ka polici, s'ka ushtëri. Ngose që kanë gjetë dje, Mitrovicën veriore, nga në Meti Musliu, nashta të intereson. Pas nesh në ekspozit. Janë gjetur 72 cop armë, prej tyre 12 lez, 11 armë gjata AK-47, 22 armë të gjata të llojeve të ndryshme, 27 pushë gjyëtis, 9 armë të shkurtra pistoleta, 1 pushë kajrore, janë gjetur mjete shpërthyese 7 cop, 7 granata dore, 2 detonatorë elektrik të përdorur, pjesë plastike të paketimit granatës, mjete piroteknike, pjesë metalike të mjeteve shpërthyese. Po ashtu janë gjetur edhe municione, gjithsej 4831 cop municione të kalibrave të ndryshme. Për të mos i numëruar gjithë për shkak që mund të shihni me vonë, do të keni mundësinë për një pamje. A dëgjove gane, shteti po funksionon. Me juve, pa juve, Albin Baba s'po nalet. Edhe gane, shkon Mitrovicën veriore amonit koftë, dil pak në tona. Mos u tut një bre, se ka shliru Albin Baba. E ka shliru, shkoni pa frikë. E për me ta hiq frikën kretë, ty, të ndëgjojmë një qytetarë që ka thëtë për Mitrovicën veriore. Kështu që, kur të ndëgjoj shto, unë besoj që kime shku, sepse nuk kime pas frikë. Shkojna me që? 700%. Unë kum dole, kur hashim thonë që këtu kum dole në tonë. Po du me këshyrë, mos po vje kush ma put grosht, maskereje. Se ishe rojët e urës të. Ka nej që të. Rojët e urës ka nej gjithë të tej sa orë Albin Kurti. Qa ka ndryshu tash? Gjithë shka. Gjithë shka shta shkojnë gjë pësavisht, kom s'tu ta. Kom. Jo me kërë, po kom. Shkojnë. Që ky, është jasoj komune. E ko shpinë në Ceroj, shkojna shpesh anina. Gane, tash besoj që kime shkuhe, sepse e din që frikë s'ka. Frikë s'ki, frika u hiq. Frikën e hiq Albin Kurti. Mise dashër, Zoti rujt, mire pafshum, vitet e radhës. Unë e përshëndes nga diaspora flet Dangeli, mire pafshum.